Përshëndetje, unë jam doktor Artan Hipraj, mjek okulist kirurg te klinika Provizion. Sot do të flasim lidhje me syrin e thatë. Syri i thatë është një sëmundje kronike e syve që karakterizohet nga një prishje e cilësisë lotit dhe shpesh e shoqërohet me ulje të sasisë lotit. Syri i thatë mund të prekë gjitha moshat duke filluar që nga fëmijët, por me rritjen e moshës shtohet edhe rreziku për të prekur nga kjo sëmundje. Format më serioze të syrit thatë zakonisht shfaqen te personat që janë mbi 50 vjeç, veçanërisht te femrat në menopauzë, pacientët që kanë sëmundje kronike si sëmundje reumatizmale, sëmundje autoimune dhe diabet. Vjetër se ka disa medikamente të përgjithshme që mund ta shkaktojnë ose ta përkeqësojnë syrin e thatë, si për shembull medikamente për mjekimin e tensionit lartë të gjakut, probleme neurologjike dhe alergji. Nga ana tjetër, ka disa aktivitete që e përkeqësojnë syrin e thatë, si për shembull përdorimi i telefonit dhe kompjuterit për kohë gjatë, ngarja e makinës për kohë gjatë, leximi dhe ndenja në ambiente me ajër të ftohtë, të thatë dhe të kondicionuar. Shenjat kryesore të syrit të thatë janë ndjesi e djegjes në sy, kruar e syve, diskomfort, ndjesi e trupit të huaj në sy, irritim dhe skuqje e vazhdueshme e syve, shikim i luhatshëm dhe i turbullt. Për fat mirë ne kemi disa trajtime mjaft efikase për syrin e thatë. Trajtimet për syrin e thatë janë varësi të shkallës së problemit, duke filluar me lot artificial pa konservant që kanë një efekt qetësues të përkohshëm në forma të lehta, preparatet imunomodulatore për qetësimin e sipërfaqes së syrit dhe deri te përdorimi i serumit autolog dhe PRP me pika. Vlen për të theksuar që kohët e fundit ne kemi në dispozicion një teknologji shumë moderne, siç është IPL-ja dhe terapia me dritë të kuqe, të cilat kanë bërë një ndryshim të prognozës së syrit të thatë. Tani më këta pacient mund të kenë një kontroll shumë të mirë afatgjatë të sëmundjes së syrit të thatë dhe një jetë normale. Në rast se ju keni shenja të syrit të thatë, jeni diagnostikuar